Okej, rrilirshëm. Në momentin që unë do të bëj pak stretching, do më tregosh nëse ndjen tension tek pjesa e qafës? Po, në krahun e majt pak fare, pra ndihet një Si tërheqje, shqip, po. po. Ndërsa nga ana tjetër besoj do e kesh pak më shumë. Po, është pak fare më shumë. Dëshiron të hajde? E përkulim pak qafën përpara, gradualisht. Ndjen tension tek pjesa e qafës? Jo, momentalisht jo. Jam rehat. Në rregull. Ma djetë e pak më më zëri Bëj pak më përpara me trupion. E çon. Zhvendosu pak më përpara Po, që të kesh drejt. mundësi. Dhe tani e zhvendos pak mbrapa qafën, e përkul nga mbrapa. Të jep tension në momentin që shkon këtu? Jo, jo shumë, ndjej pak një shtrëngim, por nuk është se është i bezdisshëm. Atëherë, përgjithsisht problemi tek pjesa cervikale tek qafa jote ndodhet tek pjesa anësore, sternokleidomastoidi si muskuj. Domethënë janë muskuj që janë në tension gjatë gjithë kohës, pasi arrin që të kryejnë gjatë gjithë kohës lëvizjet rrotulluese qafës dhe që ne i përdorim më shumë në përditshmërinë tonë si muskuj që marrin më shumë ngarkesë. Përgjithsisht, muskujt lirohen duke bërë terapi manuale, patjetër, sepse me anë terapisë manuale mund të arrijmë të lirojmë dhe të kesh fleksibilitet për ta lëvizur pa pasur dhimbje dhe pa pasur rëndes